Më ka pëlqyer në atë kohë sepse ishte punëtor dhe ishte njëri i cili sillte ide të reja, novatore, sidomos për kohën në të cilën jetonin. Lëvizja mjaft ndezi një shpresë. Absolutisht ishim totalisht vetëdijshëm që kjo ishte nisja e një karriere politike. Nuk besoj që ka pas në ditët e para një ide për të përfshirë le të themi në politikën konvencionale, edhe pse unë mendoj që politika është më politik kur ti e bën nga rruga sesa kur futesh nëpër institucione. Fatos Nano u largua nga pushteti dhe Sali Berisha u bë kryeministër. Ambicia e Erion Veliajt ka përcen kufit e angazhimit të shoqërisë civile. Pas 5 vjetësh nga drejtimi mjaft, i hyn politikës me logon provokuese G99. I shërbente me më dinjitet qytetarëve shqiptarë se sa po i shërbenin partitë e vjetra, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike. Sigurisht që kjo ëndër pre në momentin që Erioni filloi që të kishte raporte me Edi Ramën. Do kishte qenë më e shëndetshme sikur vetë mjafti të transformohesh në një subjekt politik, pra si në shembullin e vetëvendosjes për shembull. G99 ishte një truk i cili më shumë i shërbeu Edi Ramës në atë kohë dhe Partisë Socialiste për konfigurimin politik të asaj kohe, me që sapo ishte shkëput LSI-ja. Unë kam njohur Edi Ramën jo si kryeministrin e Shqipërisë, por si një artist, si një profesor të studentëve. Erion Veliaj u bashkua Edi Ramës në 2011, duke braktisur shoqërinë civile, duke bërë pjesë e sistemit që e kishte protestuar. Aty mori atë që Edi Rama ua ka besuar gjithmonë, të ardhurave rishtas në krah të tij, sekretariatin për rinin dhe emigracionin. I duhej si gjak i ri në parti apo i shërbente si figure dashur nga donatorët ndërkombëtar, teksa socialistët vjonin të vuanin në opozit. Partia Socialiste mbetet thellësisht shumë e mbyllur, thellësisht sekt. Por kjo për forcë politike ka nevojë për her pas here për të ndryshuar fasadën. Dhe një nga fasadat që ndryshoi është Erion Veliaj. Nëse e vëni re, do thënë Erion Veliaj edhe sot e kësaj dite është jashtë Partisë Socialiste. Do thënë garda e vjetër e Partisë Socialiste kishte shumë me bezdidhes, ai nuk krijoi asnjë mik brenda radhëve të Partisë Socialiste. Bryllat në parti nuk e rrëzuan Erion Veliajn, përkundrazi. Rritja dhe forcimi i tij erdhi nga qyteti i Gurtë i Gjirokastrës. Jo vetëm sa aty zgjodhi të bënte dasmë në shumë përfolur, por se u bë zona që i dha mandatin e parë dhe të vetëm të deputetit që ju desh ta dorëzonte sapo mori postin ministror. Veliaj nuk ishte vetëm ministri i mirëqenies sociale, ai kishte rol të rëndësishëm në bashkëtesën Rama-Meta, e cila garantoi pushtetin pas vitesh të forta urrëtie. Veliaj konsiderohej si një emisar politik për të shuar her pas here kërcitjet mes dy alatëve qeverisës. I përkëdhelur i dy liderëve të majt, xhelozoi jo pak kampionin e punëve të brendshme, Sajmir Tahirin. Që të dy shërbyen pushtetit të Ramës në mënyrë duke sakrifikuar vetveten. Sajmir Tahiri u mor me gjitha të këqijat e mundshme, domethënë lejoi trafikun e drogës, kishte bodyguardet e vet që merreshin me trafik droge, kishte kushërinjtë e vet me të cilët kishte edhe shoqëri. Gjithë këto ishin për kuadër të pushtetit të Partisë Socialiste, kështu që dhe Veliaj si thua shkoi edhe u armiqësua me gjithë Tiranën, për shembull shembi teatrin kombëtar që ishte si thua vetvrasje politike. Ti sakrifikon veten tënde për shkak të urdhrit politik të marrë nga kryeministri. Këto të dy dogjen vetveten në këtë drejtim. As ministria nuk ishte mjaftueshme për ambicjet e tij. Një tjetër luftë e brendshme e fituar në Partinë Socialiste. Këtë herë me Blendi Klosin, nga Selia Roz, Edi Rama me një fjali shpalli kandidaturën e Erion Veliajt për zgjedhjet e Bashkisë së Tiranës në 2015. Kandidati ynë i Aleancës për Shqipërinë Evropiane në Bashkinë e Tiranës do jetë Erion Veliaj. Pas një fushate intensive dhe me mëngë të përveshura stil Obama, Erion Veliaj vesh kostumin e kryebashkiakut të Tiranës. Krah i tij ishte edhe LSI, një mbështetje fort për fitoren dhe përballë një opozite të përçarë me 4 kandidat, kryesori Alim Kosova i PD-s. Në të parin fjalim, si qytetari i parë i Tiranës, Veliaj shtriu dorën e bashkëpunimit edhe ndaj demokratëve. Unë jam kryetari i bashkisë i çdo qytetari të Tiranës dhe ju jeni antarët e Këshillit Bashkiak të çdo qytetari të Tiranës, të ose të djathtë. Prandaj sot ju shtri dorën e bashkëpunimit, të gjithë atyre që kanë diçka për të thënë apo diçka për të dhënë për qytetin tonë të përbashkët. Veliaj vuri menjëherë në zbatim projektin e Edi Ramës për sheshin Skënderbej, i ndërprerë dhe tjetërsuar nga Lulzim Basha, kryetar bashkie. U ndërtua bulevardi, pazari i ri dhe projekte të tjera.
nisi ndërtimi i shkollave, i kopshteve dhe çerdheve, por pa u eliminuar mësimi me turne në Tiranë. Dhe më kujtua, ne dy kemi qenë ke Samiut, ti s'ke qenë, pasi nuk është perfekt, por ti vjen nga zona e Samiut. Mos e mërzis, si është perfekt. Në 2015 e nisi duke premtuar se nuk do të kishte ndërtime të reja dhe se do të ndërtojë pylli orbital. Por ndërtimet morën oftë të pamat me rezidenca në periferi dhe kulla në qendër, ndërsa pylli u shndrua në meme. Betejat e tij më të forta me aktivistët, qytetarët dhe Partinë Demokratike ishin parku i lojrave te kodrat e liçenit, prisha e banesave në zonat informale, inceneratori Tiranës dhe shëmbja e teatrit kombëtar. Dhe kur artistët kërkuan më shumë se sa privati mund të ofronte, ne thamë do shkojmë artistët. Pas 10 vitesh Erion Veliaj, apo Lalieri si zgjodhja i ta quante Tirana, ka një bilanc për punë të bëra, projektet e mbetura në mes, premtimet e pambajtura dhe korrupsionin. Pre muajsh, zyra e kryetarit në Bashkinë e Tiranës dhe qelia e tij në paraburgimin e Durrësit nuk po gjen qetësi. Ju shpëtoi shumë akuzave nga kundërshtarët politik, por drithia e lëvizjes studentore të 2018-s brenda radhave të socialistëve shkaktuan krisin e parë publike mes Lalierit dhe Edi Ramës. Pas largimit të Fatmir Xhafajt në vjesht nga qeveria, në prag të ndërrimit të viteve, mes tironisë dhe kërcënimit, kryeministri tregoi se mund të ishte fundi politik i Erion Veliajt. Dhe nuk diskutohet që koka e këtij komploti është kryetari i Bashkisë Tiranës. Është e qartë tani më për mua që ai është në krye të komploti, pa diskutim i mbështetur fuqimisht nga ish-ministri i Brendshëm. Një ekzekutim publik në mes të projekteve mjaft të diskutuara si kryebashkiak mes një zëmërimi studentor, pas të cilit edhe shokët e partisë panë edhe dorën e tij, me zgjedhjet vendore vetëm 6 muaj larg. Por ju siguroj që ky grup armiqësor nuk e ka të gjatë. Nuk e ka të gjatë. Erion Velia mund dalin në televizor sa të doj, mund mbjelli pemë sa të doj, po një ditë në një nga ato pemë do të varet. Do të varet si shembull që në këtë parti grupet armiqësore të vazhdojnë të marrin goditjen e dur. Nuk e afroi me Edi Ramën as mandati i dytë, të cilin Veliaj e mori pamund për shkak të bojkotit të Partisë Demokratike. Edhe pse shihej si pasardhës i pa diskutim të Edi Ramës në krye të partisë, ata nuk u bashkuan dot as në dhimbjen e pasojave të tërmetit për kryeqytetin në 2019. Mos me këto i bukur i shëmtuesve me na morë qafë. Kimia e tyre politike rrëshiti në errësirë, ndërsa në dritë nuk fshiheshin rolet e punëdhënësit dhe punëmarrësit. Kryeministri është perfeksionist, shef edhe drejtet e vogla, po Do lini shkallën nesër që kryeministri. Më na tregos ç'do duhet më ne, ç'do kushti. Bojën nesër mëngjes të vish tu, unë dal në 5:30 nga shtëpia për shku në punë. Ti do dalesh nesër në 4:30 do lysh shkallën. Ti personalisht. Supozimi ishte që ai ishte kryeministri i ardhshëm. Problemi i Veliajt ishte që Rama nuk ka ndërmend të iki. Që në këtë kontekst, domethënë Erion Velia ishte, si thua, i ra punëdhënësi i keq. Nuk ishte faji i Erion Veliajt që nuk u bë kryeministër fare, ishte faji fakti që Edi Rama nuk e lëshon pushtetin. Por Edi Rama nuk kishte më të mirë për të garantuar socialistët në krye të Tiranës, ku Erion Veliaj fitoi mandatin e tretë, njësoj si shefi i tij politik. Vese, ky është mandati ku në lojë hyri dhe drejtësia. Do duaj që të falenderoja kolegët e SPAK-ut. Isha me 2 kolegë hetus profesionistë. U përposhtë rezistonte pavarësisht gryerjes së besnikëve të tij në bashki. Nga zyra e tij sfidoi kryeministrin ta mirëkuptonte në tradhtinë e njerëzve që han kumulla dhe dardha pas shpine. Dikush apo disa që janë nisur për të arritur atë qëllim, kpusin edhe dardha dhe moll për t'i futur në trasta mbas shpinës time. Si ka mundësi që nuk i dinte këto udhëheqësi? Si ka mundësi nuk i dinte këto Edi Rama? Dhe si mundet që të ndodhi që deri te zvendësi i tij, një person që sot është në kërkim nga drejtësia, t'i bëj këto pislëqe të mëdha për të cilat akuzohet pa bekimin e kryeministrit. Pas mjaftit u bë një makineri e shëmtuar e pushtetit, e cila dhunonte qytetarët vazhdimisht. Shpresat se SPAK nuk do të vepronte ndaj tij uleshin e ngriheshin gjatë gjithë vitit që lan pas. Një vizitë në Amerikë, koha që mori Rama për të lexuar dosjen e kryebashkiakut, një trokitje gotë në fund të vitit, si dhe fushata për zgjedhjet parlamentare në Prag, u lexuan si varg shpëtimi për Erion Veliajn. Kryeministri sapo më dha një ide që gjatë verës mund të kemi Renato disa të ardhura shtesë, mund t'i kalojmë në Airbnb. Dhe siç e tha Erioni,
nuk janë vetëm konviktet, do t'jetë edhe pishina e parë olimpike në Shqipëri e mbyllur. Shefi nisë ta merrte edhe në krah, si kjo dalje nga qyteti studenti, që forcoi idenë që ja hodhi drejtësisë. Por, gëzimi do të zgjaste vetëm deri me 10 shkurt. Edi Rama nuk arriti dot të gjendë të mesme në ardh, në prag të një fushate elektorale, mes dy zgjedhjeve, të bëjë armik mes të majtëve apo të sulmonte beben e tij siç e cilëson drejtësinë. Fillimisht zgjodhi skenarin e dytë, me 11 shkurt, sy më sy, u tha qytetarëve që Erion Veliaj, jo vetëm që nuk do të shkarkoj, por e mori në mbrojtje atë si viktimë e trajtimit komunist nga ana e SPAK. Por është keq kuptuar, më duket mua, dhe nga disa konsumatorë të reformës, por duhet t'ia kursejnë shtetit dhe shoqërisë çorbën e derrit në menun e drejtësisë. Teksa ditët kalonin në fushat dhe sondazhet rrisnin SPAK, mendoi që Veliaj të bënte betejën e tij, nga qelia që ai të tregonte kryeministrin hero. Ajo shpat ka qëndruar në zyrën e të parit të qeverisë. Dhe sot ne jemi garantët e vetëm të kësaj historie të re. Tu bëhet fjalë për një proces hetimor të çuditshëm. E muajit korrik Erion Veliaj rrinon hijen e statusit të pandehurit. Përplasja ballore me drejtësinë e pandodhur më parë në rrugtimin e tij politik, u duk një barre rënd për kryebashkiakun e Tiranës, aq sa në më shumë se një rast e bëri të shkas në veprime që ja rënduan pozitat juridike. Jep pariu me 100 euro makinë. Debati publik nëse titulari i Bashkisë Tiranë Erion Veliaj ishte apo jo nën hetim nga SPAK mori fund në maj të vitit 2024. Një dokument autentik i publikuar në media konfirmoi katërcipërisht se projektorët e strukturës posaçme ishin kthyer kahti. Shkresa që jeni duke parë, e firmosur nga prokurori Olsi Dado, ishte një kërkesë e SPAK drejtuar bankave të nivelit të dytë në vend. Me saj, prokuroria e posaçme kërkonte informacion mbi çdo veprim bankar, transakcion financiar të kryer apo kredit marrë nga kryebashkiaku Veliaj, bashkëshortja e tij Ajola Xoxa, vëllai apo e ëma. Hetimi penal për korrupsion dhe pastrim të parave ishte regjistruar në skedarët e SPAK në shkurt të vitit 2024, por verifikimet kishin nisur korrikun e vitit paraardhës. Për Zanafil, ishte një kallëzim i mbërritur në postën e strukturës posaçme kundër emrit që po gëzonte mandatin e tretë të drejtuesit të kryeqytetit. Kallëzuesi ishte një person i vetë identifikuar si Nesti Angoni. Ai ngrinte dyshime për një marrëdhënie komprometuese mes Veliajt dhe një biznesmeni që merrte tendera nga Bashkia Tiranë, si edhe mbi burimin e pasurive të familjes së kryebashkiakut. SPAK hetoi padukshëm për muaj të tërë, por dhjetori i 2024-s ishte ndryshe. Me bekimin e gjykatës posaçme, agjentët e BKH trokitën në derën e kryebashkiakut te banesa e tij te Kodra e Diellit, një ditë kur ai vetë ndodhej jashtë vendit. Ajola Xoxës ju sekuestrua telefonit celular. Mëtej agjentët ushtruan kontroll në disa zyra të shoqërive tregtare dhe organizatave jo fitimprurse të drejtuara prej saj. Objekt kontrolli në ditët vijuese u bën edhe apartamentet e vëllait të Veliajt, si edhe ambiente pranë zyrave të Xoxës. 3 javë pas kontrolleve, ku SPAK sekuestroi qindra dokumente, por edhe shumë aparash kesh, Veliaj u thirr të jepte deklarime në SPAK. Për të ishte hera e dytë në SPAK brenda vitit. Në prill 2024, Veliaj dha shpjegime mbi aferën e inceneratorit të Tiranës. Ato kohë në dalje tha se kishte shkuar vullnetarisht në SPAK dhe agjentëve të BKH-s dhe prokurorëve ju referua si koleg. Kolegët e SPAK-ut, një institucion që unë vetë s'kisha pas bëjën përpara, por që mbas këtij takimi ma ka rritur bindjen që është bërë një investim për së mbari në Shqipëri.